Goditet një tjetër tentativë për shitjen e armëve të zjarrit në kryeqytet. Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar Dark Trade, duke vënë në pranga një 25 vjeçar, si dhe duke shpallur në kërkim bashkëpunëtorin e tij. Operacioni u zhvillua nga Policia e Tiranës në kuadër të kontrolleve për parandalimin e ngjarjeve kriminale, si dhe goditjen e trafikimit të armëve. Në pranga u vu shtetasi me iniciale EH, 25 vjeç, banues në Kurbin, i cili u kap në flagrancë gjatë lëvizjes me automjet në aksin rrugor Pez Elmës Ndroq. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjet, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri tip Kalashnikov së bashku me municion luftarak. Sipas hetimeve paraprake, i riu dyshohet se do ta shiste armën në zonën ku u ndalua. Nga veprimet hetimore është identifikuar dhe bashkëpunëtori i tij, shtetasi me iniciale FC, 19 vjeç, banues në fshatin Pez, i cili është shpallur në kërkim. Policia bën me dije se vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tij. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme hetimore.